jeni drejtori i qendrës së peshkimit apo jo? Po, e kuptoj. Si ka mundësi që një drejtori i qendrës së peshkimit bën biznes me një hapësirë publike dhe që duhet të punojë për interesat e peshkatarëve, sesa të ndërtojë një mol këtu pa leje, pa çdo gjë? Molin, po s'ka mol këtu. Po ju përshtaj jeni këtu? Se ne ju e morëm telefon për molin. Në që mua. Ju më keni marrë me telefonin diku tjetër? Nga bashkëpunëtorët tuaj? Jo, është gënjeshtër kjo. Me numrin dërgoj mesazh. Po ke gënjeshtër. Po, ju për çfarë erdhët? Për diskutuar për biznesin apo jo? Ky zotëria në telefon. Po? Më tha kam 2 barka të shën Karabrun. Tha kam 2 skafe dhe duam që t'i stacionojmë këtu. Shiko, zotëria është bashkëpunëtori im. S'kam në Karabrun asnjë gjë. Për çfarë erdhët atëherë nëse s'keni mund ta thoni në telefon këtë gjë? Po jo, pra tash ne shiko. Ne kemi sy e vesh kudo, e kemi të gjithë informacionet dhe ne prandaj kemi ardhur që diskutojmë me ju. Mendoj që ju mund të jeni të hapur. Ka problem ma që. Po jo, ne duhet sqaroj, keni nevojë për ujë. Ja ku i kemi një ujë këtu, të lutem mund ndihmoni, t'i japim një. Shiko, keni punuar pa leje, keni ndërtuar molin këtu. Po gënjen. Se kush po gënjen këtu, më mirë gjykojeni vet. Si do qoftë, le të vazhdojmë t'i paraqesim fakte të tjera drejtorit të peshkimit. Me letra keni futur Olsenin, ortakun tuaj. Po Olseni është në punë të tij ka 15 vjet në këtë biznes. Po këtu jeni ju apo jo? Për çfarë jeni këtu sot? E keni thyer ligjin për shkak të lidhjeve politike që keni? Prandaj jeni kaq i qetë me deputetën. Po s'është e vërtetë. Shkoma deputeti është në punën e saj. Ndihmon dhe kushërinë apo jo? Mirë do ishte, po nuk më ndihmon. Nuk janë këto punëtorët, nuk është ky moli juaj këtu që staciononi këto skafet?